Në këtë edicion do të ndiqni. Të arrestuarit të dyshuar për vrasjen e rështerit Muhamet Lika në masa të repta sigurie janë sjellur sot në gjykatë. Vonesat në konstituimin e Kuvendit të Kosovës nuk i arsyetojnë qytetarët. Pjesa qarqisë së vjetër çdo fillim pranvere me renovime, ankohen bizneset. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në një aksion të gjerë të policisë janë arrestuar 6 persona të cilët dyshohen se organizuan dhe kryen vrasjen e rështerit policor Muhamet Lika me 1 prill të vitit 2025. Në masa të repta sigurie të arrestuarit janë sjellur në gjykatë. Një grup prej 7 personash u arrestuan në një operacion të gjerë të zhvilluar nga policia dhe prokuroria, si të dyshuar për planifikimin dhe kryerjen e vrasjes së rështerit Muhamet Lika. Prokuroria themelore në Ferizaj ka kërkuar nga gjykata themelore në këtë qytet caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh ndaj të dyshuarve për vrasjen e rështerit. Sipas prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se me datë 1 prill 2025 rreth orës 23 në Kaçanik, në rrugën Idris Seferi, përkatësisht në katin e dytë të hyrjes së ndërtesës, të pandehuri duke vepruar në bashkëkryerje me dashje dhe përgatitje paraprake, kanë planifikuar për ta privuar nga jeta tani të ndjerin zyrtarin e policisë, rështerin Muhamet Lika. Prokuroria thot se i ndjeri Lika ishte përcjell në vazhdimsi nga ky grup në natën që ndodhi vrasja. Ndërkohë, gjykata themelore ia kishte caktuar të hënën 1 muaj paraburgim njërit prej të dyshuarve kryesor për vrasjen e rështerit të policisë. I njëjti më herët kishte qenë i dënuar për veprën penale dhunim. Të dyshuarit për vrasjen e rështerit Muhamet Lika janë dërguar në gjykatën themelore në Ferizaj, ku pritet të mbahet seanca. Tashmë në masën e paraburgimit është i mituri Rejhan Bela, që dyshohet të ketë qenë dorasi. Dosja e prokurorisë ka zbuluar detaje nga ekzekutimi i Muhamet Likës natën e 1 prillit të ndërtesa ku jetonte në Kaçanik, derisa po kthehej nga puna. Sipas prokurorisë, polici i ndjer ishte përcjell në vazhdimsi nga të dyshuarit, derisa është futur në objektin e ndërtesës. E më pas nga prapa, Bela ka shkuar dhe ka shtënë me armë zjarri në drejtim të tij. Bazuar në ekzaminimet e kryera në vendin e ngjarjes, polici është gjuajtur me 4 plumba dhe si pasojë plagëve të rënda që ka pësuar, nuk ka arritur të mbijetojë. Në kërkesën e prokurorisë është bërë e ditur se i mituri është larguar nga vendngjarja dhe është bashkuar me të dyshuarit e tjerë, ku dyshohet se njëri prej tyre është dëgjuar duke thënë "Bravo, ik". Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, deklaroi se disa nga të dyshuarit dyshohet se kanë të kaluar kriminale dhe kanë qenë të arrestuar më parë për raste të ndryshme, përfshirë edhe ato me prirje ekstremiste. Megjithatë, sipas tij, ende është herët për të folur me siguri për ndonjë lidhje të drejtpërdrejtë me terrorizmin, pasi hetimet janë në vazhdim dhe do të shtrihen edhe më tej. Krimi besohet se u krye për motive që ndërlidhen me punën e tij zyrtare. Brenda pak kohësh, 2 aksidente të njëpasnjëshme janë regjistruar sot në rrugën Esat Stavileci në Gjakov. Zyrtarët policor menjëherë kanë reaguar duke u përpjekur të kthejnë në normalitet kaosin në komunikacion që ishte bërë gjatë kohës kur ndodhen aksidentet. Gjatë ditës së sotme, brenda pak minutash janë regjistruar 2 aksidente të njëpasnjëshme në rrugën Esat Stavileci, ku ishin të përfshira 4 automjete. Aksidentet rezultuan vetëm me dëme materiale dhe nuk kishte të lënduar në njerëz. Të menjëhershme kanë qenë reagimet e zyrtarëve policor, të cilët u përpoqën të kthejnë në normalitet kaosin në komunikacion, që ishte bërë gjatë kohës kur ndodhen aksidentet. Policia në vazhdimsi u bën apel shoferëve për kujdes të shtuar gjatë vozitjes, sidomos në rrugët urbane ku lëvizja është më e dendur. Kujtojmë se aksidentet në komunikacionin rrugor nuk janë të ralla në rrugët e qytetit, shumë prej tyre me dëme materiale, por ka shpesh të atilla që ka edhe të lënduar.
Zënja trotuarëve nga ngasësit e pakujdesshëm në rrugën Washington po vlerësor shqetësim i vazhdueshëm për banorët e zonës. Ata thonë se shumë shpesh qarkullimi në këmbë është bërë i pamundshëm si shkak i parkimit të gabuar në hapësirat e destinuara për këmbësor. Rruga Washingtoni në Gjakov po përballet me një problem të vazhdueshëm, pushtimin e trotuareve nga veturat. Qytetarët thonë se ecja në këmbë është bërë e vështirë, e sidomos kur janë me fëmijë. Kjo pasi hapësirat e destinuara për këmbësorët janë të zona nga ngasësit e pakujdesshëm. Mungesë sjelljes, kultura sjella i për nga prind. Zbatimi i ligjit, dënimi, korrigjimi, qysh bëhet flutër, ai mos ne fluturon pakra e kështu. Shqetësimin për zënien e hapësirave të destinuara për këmbësor e pohon edhe një tjetër qytetar, i cili vuri theksin edhe te persona të shtyrë në moshë, që po kanë shumë vështirësi në qarkullim. Qerët e senet që pilojnë në për trotuar, populli s'ka ka me lëviz. Edhe kjo gabim i madh. Janë venet ku parkirohen qerët, edhe më smi pëngu popullsinë. Njëherë pensionerët ma tepër përhekin edhe ma keq. Se qera ne, qera kënej, s'pekem ka me dalë. Kështu që kisha bua apel të gjithë qytetarët e Gjakovës, milion qerat ku janë venet e caktune. Për këtë kaos në komunikacion, qytetarët po vlerësojnë se përgjegjës janë institucionet të cilët duhet të kujdesen më shumë për ngasësit e pakujdesshëm duke i gjobitur. Mbjellja e fidaneve të reja dhe pastrimi i deponisë ilegale janë dy aktivitetet të mbajtura sot në shënim të ditës së tokës. Përmes këtyre aktiviteteve është synuar të rritet vetdia kolektive dhe individuale për rëndësinë e planetit në tokë. Një aktivitet që synon rritjen e vetdijes qytetare për rëndësinë e planetit tokë është mbajtur sot në Gjakov në shënim të ditës së tokës. Me organizim të komunës së Gjakovës u mbollën disa fidane. Po e bëjmë një mbjellje simbolike të dy arave dhe një sekues gjigante këtu në park. Ka mbjellje gjithandej në gjitha zonat. Shënimet për rëndësinë e planetit tokë kanë vazhduar edhe në ndërmarrjen Çabrati, ku ekipet të pastrimit bën largimin në një deponie ilegale në rrugën Bujaroka. Për ndër ditës tokës, 22 prillit, përveç mbjelljes fidaneve të cilat kena bën në parkun e madh të qytetit, sot kena dalë mi pastru edhe çet deponi. Deponia është në rrugën Bujaroka, segmenti 2, është e sata herë që jemi ka pastrojmë deponin. Domethënë, ko pas kohën e krijohet deponi për personave të papërgjegjshëm ose për bizneseve, se këto kryesisht janë për bizneseve. Kështu që u shabu apel edhe qytetarëve që të kenë kujdes, domethënë është jashtë logjike mi ndot ambientin në këtë formë. Dita e tokës nuk duhet të jetë vetëm një datë në kalendar, por një thirrje për veprim dhe kujdes të vazhdueshëm ndaj natyrës, u tha Mesirash në aktivitetet e sotme. Për herë të katërt dje deputetët kanë dështuar të konstituojnë legjislaturën e 9 të Kuvendit të Kosovës. Derisa pozita dhe opozita vazhdojnë të fajsojnë njëra tjetrën, qytetarët në anën tjetër janë skeptik nëse të mërkurën mund të ndodhë konstituimi. Për herë të katërt dje deputetët kanë dështuar të konstituojnë legjislaturën e 9 të Kuvendit të Kosovës, derisa pozita dhe opozita vazhdojnë të fajsojnë njëra tjetrën. Qytetarët në anën tjetër janë skeptik nëse të mërkurën mund të ndodhë konstituimi. Vonesat në procesin e konstituimit të institucioneve pas zgjedhjeve kanë shkaktuar zhgënjim dhe pakënaqësi tek qytetarët. Ata kishin pritshmëri të larta që parlamenti dhe më pas qeveria të formoheshin në kohë më të shpejt në përputhje me nevojën për stabilitet politik dhe veprim institucional. Fatkeqësisht keq. Një grumbull njerëzish cilët parë nuk e duan Kosovën dhe të mirën e Kosovës. Pritshmëritë e qytetarëve për konstituimin fillimisht të parlamentit dhe më pastaj edhe të qeverisë, natyrisht që kanë qenë shumë më të mëdha dhe ka qenë dashje shumë më shpejt ndodh një gjë e tillë, por në çarshien e vjetër në Gjakov edhe këtë pranverë është duke u punuar. Në këtë zonë vitale të qytetit punimet janë të shpeshta, pothuajse çdo vit. Vendosen kupza, pastaj hiqen. Vendosen pllaka, hiqen prap dhe sërish punime. Se çfarë po ndodh në këto investime të shpeshta në këtë zonë, na njeh materiali në vazhdim.
Punimet e shpeshta në qarshinë e vjetër në Gjakov po pamundsojnë qarkullimin dhe funksionimin e bizneseve. Shumë shpesh në këtë pjesë të qytetit bën punime ku hiqen kubzat, shtrohen pllakat, hiqen e shtrohen përsëri kubza. Hilmi Bunjaku, pronari i një biznesi, tha se intervenimet e shpeshta në këtë zonë po ndikojnë shumë në mbarvajtjen e biznesit. Për zëtartë është e zëshme, se nuk ka një rregull sikur është në vende tjera. Për shembull e kryen një pjesë, por që ajo pjesë që kryhet, ajo nuk lun më, vazhdon pjesën tjetër. Ata kretë që unë e ku s'keje e ku kryhet kjo. E nuk është hera e parë këtë në konë. Shërë ne kanë shkatu tënë. Kur vojnë si qene, atëherë mes dy me lypë shpareze, të ljonë edhe njerëzit përshojnë. Në bëjmë përshim edhe zëtasës. Tu shka, me do është më marë kusht, s'ka që shmë dhe nuk vjerë kusht. Neve në kushtën. Neve në kushtën, edhe në pasë dhe ata pak vëmendje ka zëtartë, mes milionën këtë gjendje. Kujtojmë se Komuna e Gjakovës në vitin 2012 kishte filluar implementimin e projektit për rindërtimin e qarshisë, I cili ishte ideuar që nga viti 1982 dhe asnjëherë nuk ishte përfunduar tërësisht. Punimet në këtë pjesë të qytetit ishin ndaluar në vitin 2012, kur Ministri I Kulturës në atë periudhë Memli Krasniqi kishte dhënë urdhër që të ndaleshin punimet në qarshinë e madhe, pasi që I kishte vlerësuar si ndërhyrje shumë e rëndë në trashëgiminë kulturore. Aso kohë kjo situatë nuk I bëri askujt përshtypje, derisa ndodhi heqja e kaldrëmit të shtruar në rrugën kryesore Ismail Qemaili. Veprim ky që nxori qytetarët në protestë për atë që po ndodhte në pjesën më së shumti trashëgimi. Protestuesit kërkonin që të mos vendoseshin rrasa të Glarevës në vend të kaldrëmit. Për mungesën e kaldrëmeve nga komuna atë kohë kishin deklaruar se kaldrëmet I kemi deponuar në vend të sigurt. Ato do t'i përdorin për restaurimin e rrugëve dytësore të qarshisë së vjetër, që nuk përfshihen në këtë projekt. Rrugtimi I këtij projekti ka vazhduar tutje. Punimet kanë rifilluar edhe në vitin 2019, kur rruga u shtrua fillimisht me kubza. Në vitin 2021 u ndërhy sërish, kësaj radhe për shtrimin e rrugës me pllaka të mëdha graniti. Megjithatë, punimet u ndërprejnë për disa ditë gjatë këtij muaji, pasi Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe Sportit kishte kërkuar ndalimin e tyre, duke theksuar se po dëmtohej trashëgimia kulturore në këtë pjesë të qytetit. Pas disa ditësh, punimet rifilluan duke ndjekur procedurat e nevojshme me qëllim përfundimin e tyre brenda afatit 30 ditor. Pas kjo nuk ishte hera e fundit që u ndërhy në këtë pjesë. Në vitin 2023 filloi një tjetër fazë e rishtrimit të kubzave, duke u nisur nga hyrja kryesore e qendrës së mjekësisë familjare, e në fillim të vitit 2024 u krye edhe një restaurim tjetër për vendosin e kubzave dhe shtyllave ndriçuese. Për të mos mbetur me kaq, edhe këtë pranverë sërish filluan punimet këto. U hoqën pllakat ekzistuese për t'u vendosur kubza, të cilat paraprakisht ishin hequr. E tashmë kur bizneset kanë filluar të bëjnë gati për sezonën verore, këtu ende ka punime dhe nuk dihet se kur mund të përfundojnë. Duke ditur që në këtë zonë vitale janë kryer intervenime të shpeshta infrastrukturore, televizioni ka kërkuar nga Komuna e Gjakovës të kuptojnë se cila është arsyeja këtyre projekteve në vendin e njëjtë. Kubza, pllaka, kubza dhe tash sërish projekt I ri, por deri në transmetimin e kronikës nuk kemi siguruar përgjigje zyrtare. Në protestën e datës 19 prill të mbajtur nga iniciativa Asnjë cent më shumë, ku është kundërshtuar ngritja e çmimit të energjisë elektrike, organizatorët kanë thënë se do të vazhdohet prapë me protesta qytetare, se protestat janë një mekanizëm I rëndësishëm për pezullimin e vendimit për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, e konfirmojnë edhe disa qytetarë të intervistuar nga ekipi ynë sot. Shtritimi I fundit prej 16% çmimit të energjisë elektrike ka ngjallur reagime të ashpra në mesin e qytetarëve. Ata e konsiderojnë këtë vendim të padrejtë dhe të palogjikshëm, sidomos në kushte të vështira ekonomike në të cilat ndodhet shumica e popullit të Kosovës. Nga organizata Asnjë cent më shumë në protestën e 19 prillit, deklaruan se protestat do të vazhdojnë, e dëshirën për të kundërshtuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike e shpreh edhe një tjetër qytetar. Normal po, është I padiskutueshëm. Me standardet tonë në vend që mu liru, ata jenë të shkutu e shtritu. Ai dihet për shembull, ka gjë që jetojnë vetëm me sociale. Si përgjithëson këto protesta që po bëhen? Shumë të rregulla. Edhe vetëm më rrit numri më I madh. A ke vënë ndonjë? Jo, jam punoj, po për shef çdo protestë marr pjesë. Se është e drejtë e qytetarëve që ka bojnë. Dhe nuk janë as I sen gabim. Ata konsiderojnë këtë vendim të padrejtë dhe të palogjikshëm. Është I palogjikshëm,
për popullin e Kosovës nuk ka diskutim se dihet çfarë kushte kemi, çfarë standarde kemi, edhe plus rryma më shtrajtu për 16% ndoket një absurditet. Vazhdimisht përderi sot metet çmimi i njëjtë që është tash. Sipas tyre, në vend që të ofrohet lehtësim për qytetarët, institucionet po e rëndojnë edhe më shumë me barrën e shpenzimeve. Sipas mendimit tim duhet vijojnë edhe më tutje, me qenë se është ky shtrajtim ndikon shumë në përballimin e jetesës. Kushtet janë shumë të vështira këtu për shtresat gjana popullore, kështu që është një shtrajtim shumë i keqardhur. Edhe duhet luftohet do që të kthehet gjendjen më pashme. Qytetarët vlerësojnë se protestat janë një mekanizëm i qëndrueshëm për të krijuar edhe më tutje pezullimin e vendimit për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Të rinjët e grupit Gjallnohu nga organizata Aktivizim Ruc janë përpjekur sot të mblidhin disa materiale plastike për të ricikluar dhe shndruar në një vepër arti. Kreativiteti i tyre po vlerësohet si një shembull i mirë se si mund të kontribuojnë komunitetin në ruajtjen e ambientit. Të rinjtë të grupit Gjallnohu të organizatës Aktivizëm Ruc gjatë muajit prill kanë mbledhur materiale të ndryshme plastike për t'i ricikluar dhe shndruar në vepër arti. Ida Zhaveli, drejtore ekzekutive i organizatës, tha se përmes aktiviteteve të kësaj natyre synojnë të rrisin bashkëpunimin me komunitetin. Sot është dita tokës, aty ku promovohet që sa më shumë mirojt ambientin ton ku jetojmë dhe mos me përdor plastika. Trit e grupit Gjallnohu bashkërisht janë mbledhur dhe kanë disa prej plastikave ose materialeve plastike që nuk përdoren. I kanë marrë dhe kanë krijuar një farë arti bashkarisht, ku në mënyrë simbolike po dojnë me promovua dhe me po thirrje sa më shumë që mos me i përdor plastikat për keq, që mujmë i shfrytëzu me bo dhe gjana të bukura, gjana të mira, që në disa hapësira për shembull shkollore ose çfarëdo hapësira publike, na mujmë me bo artet e tilla, ku mujnë me shënu këtë pjesën e ditës tokës, dhe në njëjtën kohë nuk i gjujmë plastikat edhe nuk i përdorim shumë plastikat, edhe po dojmë me bo thirrje që sa më pak më përdor materialet e tilla, të cilat po i bojnë dëm tokës edhe ambientit ku jetojmë bashkë. Zhaveli tregoi edhe se pse të rinjt kanë mbledhur kapak të shisheve e produkteve tjera të plastikës. Ka qenë iniciativë të rinjve për shkak se kanë pa që zakonisht vetëm mujnë mu gjujt këto edhe mos mu përdor ose ripërdor masaktësisht, kështu që i kanë mbledh bashkarisht me një iniciativë të pjesës së Gjallnohu edhe e kanë bën këtë formë. Dita ndërkombëtare e tokës, e cila festohet çdo vit me 22 prill, ka për qëllim ruajtjen e mjedisit dhe kujdesin ndaj ekosistemit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Moti ndryshueshëm ka mbizotruar sot gjatë ditës me temperaturat që kanë lëvizur nga 10 deri në 25 gradë Celsius. Për nesër parashihen temperaturat nga 9 deri në 23 gradë Celsius, karakterizuar nga mot i ndryshueshëm. Moti ndryshueshëm pritet të jetë edhe ditën e enjte me temperaturat që do të lëvizin nga 10 deri në 21 gradë Celsius. 10 deri në 19 gradë Celsius pritet të jenë temperaturat gjatë së premtës, karakterizuar nga moti i vranët e merreshje shiu. Moti i vranët e merreshje shiu pritet të jetë edhe gjatë së shtunës me temperaturat që do të lëvizin nga 10 deri në 18 gradë Celsius. E diela do të karakterizohet nga moti i ndryshueshëm me temperaturë minimale 9 gradë, ndërsa maksimalja 19 gradë Celsius. Moti i ndryshueshëm pritet të jetë gjatë së hënës, shoqëruar nga temperaturat që do të lëvizin nga 7 deri në 20 gradë Celsius. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Të arrestuarit të dyshuar për vrasjen e rështerit Muhamet Lika nën masa të rrepta sigurie janë sjellur sot në gjykat. Vonesat në konstituimin e Kuvendit të Kosovës nuk i arsyetojnë qytetarët. Pjesa qarqisë së vjetër çdo fillim pranvere me renovime, ankohen bizneset.
Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.